sigurisht, qorrazi, e vërtet. Dhe sinqerisht nuk jam ndjerë mirë. E pranoj, e vërtet. Tani ti flasim gjërat ashtu siç janë. Dhe unë e pranoj po them ty që si ndjehesh tani o Mirush se tu kthye ajo që ti i mbyllë syt atëre, të erdhi tani drejt teje vëlla. Si ndjehesh? Ata bëjnë një pyetje thjesht. Po. Kem nesër unë një problem ose një sherr ose një zamë babalën. Ti krahun e kujt dëmosh? Krahun e babales, po në privat do t'i them e ke gabim. Pse çai kam thonë? Jo, gjoj sekond. Unë çai kam thonë privat. Unë gjoj sekond. Edhe privat çai kam thonë. Ore unë kam thënë hapur babales kote. Ore ti lexove me syt tuaj. Gjoj sekond. O Mirush, i kam thënë babales, i kam thënë që i jap shpirtin babales, i kam thënë para 2 ditësh live, i thash o vlla, nuk po mban qendrime të dura. Se borrim me njerëz që nuk behen me njëri tjetrin, i po del që borrim me të gjithë. Dhe nuk është pozitive. Unë si Mirush, ja kam thënë sy. O profesor. Ti atëre mua më ke ofenduar pa dashje, kupton apo jo? O profesor, edhe ta thoja është kështu, ti thoje, jo. Ore vllam, le ta sërej. Unë një person që e konsideroj shok. Që i thom shok o vlla, unë nuk i them që të kuj shok. Një person që e konsideroj shok, edhe kur e ka gabim unë shkoj mrapan. Jo thu ti si shkon mrapan se e ka gabim, se ça folën privat mos anë puna jeme. Por këto në syt njerëzve unë do i shkoj mrapan dhe i moj krahun se e kam shok. Edhe si njerëz si nkes, unë kur e kam shok nuk do e helli poshtë. Dakor, është e drejta jote. Një sekond. Por kur ti thosh dikujt shok, unë e kam marrë edhe me prova, jo vetëm me fjalë. Ka kanë momente atëherë kur e ka shoh tan Shqipnia, s'ka dash mja pa kush bojen. Edhe ka pasi kanull çaj kanull, kush ka kanë atë përmirësi dotën, cili ka kanë aty, cili. Nuk e di, sa jam ndjekur në atë, një kot, kam qenë burgat. Aty ka kanë i vetëm unë. Vetëm i këtë çekejton. I vetmi person ka marrë edhe shumë mesazhe edhe nëpër privat, edhe komente këto, të më thonë, ore të dy ti është i marrë, se nuk ka mundësi si e suporton ata që shoh gra, shoh fëmijë. Edhe deri këto kanë pas plotësisht drejt, por thuj ti pse ke vazhduar me bën. Okej, na i thuaj, pse e ke mbështetur? Ti më qenë se pas ka qenë kështu punë. Po pra, se tash ti aty pishu bën, rënë bën edhe çmë dha përgjithësi. Unë kam vazhduar me bën, pa ta tregoj arsyen, se kur ka pas probleme, edhe përpara se mrapa në fillë, përpara se mi pas probleme faktikisht, ka kanë puna që ju turrën tan atëherë që kishte 30 vetën live, a ka ora gabimi me pranoj. Ora komendator, mleni ti usari, se di sa është gabimi jam. Edhe pranoj që gabimi jam, po mleni ti usari. Kur ka pas 30 vetën live, se kam shkuar te live kur, asnjëherë, as në drejtare, as kam hyrë live me ta. Ju e dini, ma zani një live mësisht kur pas audiencë smalle, që mund keni pa kund tu sillanej ose të bën një koment vetëm, asnjëherë. Kur mrapan që mbledhen tan to grupi, që u bën grupi intrigë që ta rrëzojmë, që i rrëzojnë faktikisht, edhe ja dolën, edhe ja rritën, unë jam afrua. Ku kisha në interesin më ofruar tjerë që s'kishte as audiencë, as gifta si zute kush. Ky as lek nuk ka me thonë që kam në intereson që i marrëm zujtaj mu, s'kisha zero interes për ta, por merr dhe kesë moment të mënyra se si ju bën diçka që dën apo s'dën, aty ishte pa drejtësi. Edhe për mua është pa drejtësi kur mbledhen i grup hienash bashkë dhe unë më të rrëzua. Aty ka kanë pa drejtësi. E pranoj edhe se çim ka shoh familjen, ai aty ja kanë pa drejt. Një minutë. Atëherë mrapa e nolli çaj nolli, aty jam unë minajt edhe më afër se kam pasur s'ka pas njërin e gjallë. Njërin e gjallë se ka pas përveç i Tito. Sysh dita e parë. Deri para javës një këtë do ka pas. Kur ka bën lojna me dënime, kur ka bën lojna për shef, kur ka bën lojna të mëdha, kur ka hyrë për shef, kur ka pas probleme me shok, ka pas këtë do. Mi banin e 2-3 lëvizje të kësia, e porosita 2 herë, herën e tretë nuk ja falna më. Prapë se kam shoh, as se kam ofendua, thjesht jam largua, si kam zhyt gifte, por tash ky e ka pasur nuk po zhyt gifte më, edhe që më thon, nuk ka të më zhyt Mirushi gifte, i ka fare taj, a më në me bën këto intrigat, me më zjarë mukes, se unë si kam zhyt gifte. A kupton? Tani ti do mbash mend si Mirushi intriganti? Po pse? Se si kam zhyt gifte? Tani kështu do mbash mend, tani aq është. Po pse pra? Tani ai doli aty shoku jot, se shoku jot, i shoku i ngushtë i rrjetit social i joti.
I sekond pat, ai serojm pra. Ai është shoku jot në kaq vite në këtë rrjet social. Ai serojm. Doli këtu dhe tha, shoku im doli intrigant. Po pra ta serojm pra. Shoku i për ta intrigant. I sekond. Po ti ke pallë historinë tini me tonin. Lidhja aty në ka kanë privat më fort. Unë mojsin se kam pa kurr, as kam hangër bukur me ta, as nuk jam mund të valin kurr me ta. Përveç se ta. Në rregull? Nuk e di po. Rregull pra. I pje përderisa. Ore, po ti profesor, ta bëj pyetje ti profesor. Po. E foli fjalët e të live, nuk e merr dhe hiç mirë. Ty, kush ka pajtu me mojsin? Ore ti hyre. Ore shok, jo hyre. Ty, kush ka pajtu me mojsin? Ore gjoj nuk jam pajtuar me mojsin. Është mbyllur muhabeti. Po mos isha ditë. Se po të shohë për ditë. Është mbyllur muhabeti pra. Kush ta mbylli pra? Kush? Ore ti ishe. Po pse thu jo pra? Pse thu nuk ishte Mirushi? Ore e thashun aty, nuk e Ore vështirë. tha, po pra the. Ishte aty, mbajte krahun e atij, edhe kur nuk ishte ai në telefon, vazhdoi të tërkon, thoshte ai ka të drejtë larg këtë muhabet. Ore kam shok o vlla, kisha shok, nuk do hilli poshtë normalisht. O shumë mirë që se odhe e poshtë, edhe mua më vjen mirë që ti e ke shok, apo e kishe shok edhe se odhe e poshtë. Ai sa më vjen mirë, hapur ta them në sy. Të vore të njëjtën gjë që mora unë. O profesor, pra ne unë këtë zona nuk kam sef, këtu diçka tjetër, aty diçka tjetër. Sa ty tha që nuk e pajtoj Mirushi, këtu më thuj pajtoj Mirushi. Jo, atë mos i ngatroj gjërat fare. Nuk po ngatroj thjesht po. Nuk kam pajtuar. Ato që tha atje. Ore thanë për tani ata, menduan për tani se mos janë pajtuar tani që mi dërgoj ai ato mesazhet ore. Jo, ishte ta sërim edhe publikun. A ke mundësi mi xherr aty? Ku të kam shahun ty? Jo, ishte arsyeja sepse a ke mundësi xherrit të shohim? Gjej sekond, o Mirush. Kjo ishte arsyeja sepse unë kërkova te live-i atij disa herë dhe thash, fute Mirushin. Që të merrni vesh o shok. Jo, pra, ja, i minut, i sekond, ti tha fute Mirushin. E kanë nxoa se ty isha, por pra s'më thon futi Mirushin, ti tha futi Mirushin se unë e di Mirushin që nuk merret me intriga, unë e di që Mirushin nuk merret me private. Kështu the. Ore unë e di që Mirushi nuk intriga të Mirushin. Edhe ato të privateve, pa më trego pak, ti shohim. Ore, padisi dhe më tha, ma tregoj kështu, mi tregoj pra vëlla. Që ma ka treguar tha jo. A që ta tregoj ty kështu? A që ta tregoj ty kështu prej larg? A e lexove fjalë për fjalë? Ore vëlla, tani u po të dash. E lexove apo se lexove? Ore më tha ma ka dërguar ai videon. Por ti e pa kush e ka dërguar videon tash, e pa me sy tuj. Po tani ma tregove ti ore. Ai ma tregoi thoshte ma ka dërguar ai, dhe aty lexonte Mirush. Tani ti thoj ma ka dërguar ai, lexon. Ai kishte thonë për videon e Leksës që më ka dërguar Mirushi, po kur ja hapa këtu ma kishte dërguar emo, jo aty. Po tani i bie që ju me njëri tjetrin i marr për mua e për Aleksin. Se kështu i bie. Për ka? Për mua për Aleksin, se përderisa janë video tona aty. I sekond, o ti po ta përsëri. I sekond, o profesor se ti ke to muhabet me bisht, unë kam vënë se ti ke shumë sef, po mos e bëjën hiç. Unë kam sef muhabet shumë drejt për drejt. Edhe unë drejt për drejt po them. Ja, mos o profesor, të zonë nuk e kam sef profesor. Mirosh, unë profesor, jo finte muhabetit pa top. Gjungime pa top, jo me mua, kam luajtur futboll vetë i di këtë zonë. Në xhopak. Nëse se unë jam marrë me ty e me Aleksin apo me nëjë tjetër, ai thuj t'i nisin e shifi mi trego mi zjerë. Në e zjerë pak t'i shofin. Ato që jena marrë për private, në e zjerë pak? Po t'i tërgoj a i të plota se a i të ka treguar. Të na i tërgoj të plota? Ora vlla ti, kur nuk shef zan, pse flet? Se s'ke pa zan ti, pse flet kur nuk shef zan? Kur nuk din zan, pse flet? Përderisa shoku jot thot. Jo përderisa Jakupi Xeloshi, o vlla ti ja ke pa zan. Ore vlla, edhe njerë po të them prap, Mojsiu po del edhe thot, Mirushi më ka shtyr të shaj ty, po del me zë dhe me figur. Po më jep thuj një provë që ta shohun që ti ta mush menjen që është e vërtet. Ma jep një fakt. Edhe unë prandaj doja të ballafaqoja të dy bashkë. Ora djal. Pse prandaj fute se prandaj erdha aty, nuk erdha për të moment me Mojsiu dhe me Aleksin. Po profesor, si ju keni sef që zona kështu, me dali mirë ne, me dali mirë këtej. Te do ketë një vi, o profesor. E ban se a ne për me të mirë me atë,
i tha që i ka bë Mirushi. Edhe një herë. Nuk ka faj ty më shumë. Jo ty, pas kujt. Unë As kujt, o profesor. disa herë, në qoftë se Mirushi e ka bërë këtë gjë, shumë gabim tha sepse nuk e prisja nga Mirushi. Le the e dia që Mirushi nuk merret me intriga, po na doli ndryshe. Ç'do thati? Pas Mojsiu na ka dalë ndryshe dhe pas provave që sipas Mojsiu, sipas meteorit, nuk e diun. Na tregon ai fakt ai provë vlla, se thashë thamë nuk jena mësuar këtu. Ore gjoj sekond, unë nuk jam prokuror. Dhe ai atje nuk ka bëth me bën për vedin, edhe fillon të bërzi njerëz tir, jo po çunat, jo po ai, jo po kë. Unë nuk e di fare. Një sekond, o profesor. Edhe për ju vëllezërit e Atina, se jam i sigurt që në një prej këtyre jetëm një këto, kam prit një javë. Se në një prej atyre do bëhet i gjallë, më bajnë telefon, më thonë, o djali mirë, na ban halal, se e dim se sa e ke respektu Mojsin deri tash, se sa keni mu Mojsin deri tash, na ban halal aman, ose nuk kena punë me ta, ose na fal. Njëri prej tyne, një telefonat vetme nuk e bani ala deri sot. Një javë ju kam prit. Një javë. A do mendimin tim të sinqert? Po. Oj plas palla burazeri tim që çapejon në këtë rrjet social kaq shpifër. E për zotin pra me mamë kërst. Oj plas palla ti ka kala majt edhe e familjen e tij. Unë mund plas për barazert e mi. Ore se për këtë rrjet social miru seriozisht e ke tani. Alle pyetjet funit, atë kam nejë borxh vëlla. Më ke edhe ti shumë mirë që e di shumë mirë çam ke borxh. Por o profesor, të lam të intriga, atë kam nejë borxh vëlla, atë kam futur. Ore më ke. Çat kam borxh? Më ke borxh sepse në momentin kur unë jam përplasur me atë, i ke dhënë të drejtë, i ke thënë ke të drejtë, edhe ai e ka marr zemër nga kjo situatë. Me çdo shoktamin, që do të përplasësh, një minutë, me çdo shoktamin që do të përplasësh, edhe Zoti Sami që i vinit edhe suportonit. Sot, nesër, mas nesër, çdo ditë me çdo shoktamin që do të përplasësh ti apo cili të shoft, unë do jem krah shokëve të mi. Po në qoftë se ai shoku jo del ditën tjetër dhe thotë që ti je i mashtrues dhe intrigant, unë do ta besoj atë shokun tënd. Atëherë është puna jote. Se do ta besoj, është puna jote, atëherë është puna jote, se do bashkohesh edhe ti bashkë me atë do bëhen nisej. Jo, unë shokun tënd do ta besoj. Po, se kështu i bën se nëse ai bën intriga, ti bashkohesh me ata do bëni dy intriganta bashkë. Po mirë, kush është intrigant? Ti apo ai? Jo, ti që bashkohesh me intrigat. Ore, unë jam bashkuar. Po thua. Ore, unë jam këtu në stadium. Kalosh sa më mirë, profesor. Edhe vërtet se ngro. Çuna, unë se jam mbledhur dhe shumë njerëz tonë këtë zona se kam se fort, thjeshtina sa më saru me prova, me fakte, se çfarë dele fletaj, se çfarë dele hongronaj, ndoshta do dojnë prapë shajnë me familje, vetëm i zona ta them nuk do të kthehem. Për atë zona, çdo zonë që ta thush për mua, merr rimoj, çoj te shtëpia jote, se s'kam asnjë borxh. Ti nëse je burr, mos del me sha, se burrat nuk dalin me sha këto. Nëse ke burri fije edukat. E fije burrni, mos del me sha, kur të shifna do sarona. Kaç kam për ton. Juve përshnes, respekt, e kalosh sa më mirë. Respekt krejtëve.